Mirë se erdhët gratë e mrekullueshme të Qarkut Fierit. Mirë se erdhët në këtë takim këtu në Roskovec, në një nga qytetet të prekura, kaq bukur nga rilindja urbane, ku duket dora e një gruaje. Dora e një gruaje e cila është përballur me një sër vështirësish, por që ama Roskovecit i ka ndruar faqen, ashtu siç vetëm gratë din ta bëjnë. Sot te kemi këtu të mbledhura gjithë bashkë, te kemi vetëm 10 ditë larg ditës madhe të 11 majit, kur Shqipëria do të ndryshojë kapitullin. Do të mbylli një tranzicion të gjatë për të filluar një epokë të re. Epokën e Shqipërisë europiane, e një Shqipërie të re, të mbushur me shpresa për ju dhe për fëmijët që ne rrisim. Mbaj mend në mars të vitit 2023, në stadiumin e lojrave me dorë të Dibrës, së bashku me festën që na është bashkuar sot këtu, me ftesën e Majlindës, jam takuar me gratë e Dibrës, të Klosit dhe të Matit atëherë, dhe rrugës tek shkoja për t'i takuar, më kujtohet që mendohesha se çfarë duhet i thoja gjithë atyre grave, të cilat kishin dalë nga shtëpitë nga të 4 anët e Dibrës për të më takuar. Dhe mbaj mend që gjëja që më erdhi në mendje ishte që gratë janë njësoj si Shqipëria. Që Shqipëria është një grua dhe ne jemi si ajo. Që Shqipëria ka ardhur këtu përmes vuajtjesh. Dhe secila prej nesh ka historinë e saj. Që Shqipëria nuk u dorëzua kurrë, ashtu siç nuk dorëzohemi edhe ne. Që Shqipëria di si të ngrihet çdo herë në këmbë, di se si të pres dhe të mirëpres fëmijët e saj, di se si t'ja dalë mban që të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian, jo më si një mysafir, por si një zonjë vërtet, siç thotë Edi Rama. Sot, kur në listën e deputetëve të Qarkut Fierit ka shumë gra dhe vajza, sot ku 3 prej tyre tashmë janë deputete me mandat të Parlamentit Shqiptar, unë krenarisht mund të them se këtë rrugtim e kam bërë me ju në krah, këtë rrugtim të gjatë të gjithë kësaj fushate, me optimizëm dhe me pozitivitet, duke nxjerrë në sipërfaqe vlerat e qarkut ton, duke nxjerrë në sipërfaqe dëshirën e madhe që çdo grua ka për të kontribuar, duke nxjerrë në sipërfaqe ëndrat që gratë dhe vajzat kanë. Unë dua të ftoj këtu koleget e mia, bashkëluftëtarët e kësaj betejë për Shqipërinë Europiane 2030. Dua të ftoj Ananakon, Kiduina Zakën, që të dyja tashmë në listë të mbyllur deputete të Parlamentit Shqiptar. Por nga ana tjetër dua të ftoj Zeqinen, e cila përfaqëson Roskovecin dhe vajzat e reja me ëndrrën e tyre për Shqipërinë Europiane. Dua të ftoj Zaira Gjikën, kandidate për deputete të Fierit. Dua të ftoj Gerta Dhimën, gjithashtu nga Fieri. Dua të ftoj Antonetën, e cila përfaqëson Patosin, dhe kush na mungon, apo jemi të gjitha? Maldritën, hajde në krahun tim këtej. Maldrita përfaqëson fushën e mëzheqes, kështu që unë do ta nis nga Maldrita, pasi fusha nuk e ka pasur kur më parë një grua që ta përfaqësonte. Përshëndetje Fieri. Jam shumë e lumtur
që jam këtu para jush sot. Ashtu si të gjitha ju, edhe unë dikur kam qenë një vajzë e thjesht. Tani, përfaqësoj dhe njësisht si kandidate në Parlamentin Shqiptar. Ju falenderoj të gjitha. Të gjitha jeni të veçanta. Prandaj kërkoj mbështetjen tuaj në 11 maj për një fitore historike. Ju falemnderit. Falemnderit Maldrida Ana. Përshëndetje të gjithave. Mbështetja juaj kaq e madhe ka qenë për herë në themel të fitores son dhe të ndërtimit të një të ardhme të sigurt, me kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren zonjën Belinda Balluku. Ne për herë më shumë, ne gratë po bëhemi vendimmarrëse dhe jo pjesëmarrëse. Për këtë arsye, me datë 11 maj ne votojmë numrin 5. Partinë Socialiste dhe Edi Ramën votojmë Shqipërinë Europiane, Shqipërinë e fëmijëve tanë. Sepse unë jam si ju, kam zgjedhur që vajzën time ta rris këtu, në Shqipëri, në Divjak. Përshëndetje Roskoveci. Përshëndetje që të gjithave, besoj që Roskoveci nuk është dukur kur më i bukur se sa sot. Të flasësh për aftësitë, për përkushtimin tuaj, duhet kohë, gjysha ime thoshte një natë dimri, por unë do të them shumë shkurt pak gjëra. Dua të them që secila për ju sot jeni model frymëzimi dhe inspirimi për mua dhe për gjithë kolegët e skuadrës fituese. Jeni model frymëzimi për forcën që ju keni për t'i dhënë jetës, për të gjithë përkushtimin që tregoni në familje dhe në çdo raport njerëzor. Kështu që unë juftoj të gjithave që në 11 maj të besojmë tek Partia Socialiste, tek vizioni Edi Ramës për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, për një mandat të katërt, një mandat historik si kur më parë. Faleminderit. Përshëndetje i qarë kufier. Unë jam Zaira dhe vi nga fusha e arsimit. Në fakt është një fushë që pjesën më të madhe të gjithë kontributeve e ka nga gratë dhe vajzat. Dhe unë e të shmoj pa fund, ato çka ju bëni për familjen, ato çka ju bëni për brezat, ato çka ju bëni për shoqërinë. Jam dhe mbetem gjithmonë një si ju, me dëshirën e mirë për të bërë më të mirën për Shqipërinë tonë. Padyshim që gjithë përpjekjet tuaja, qofshin ato personale apo profesionale, janë shumë të rëndësishme. Po vetëm atëherë kur zgjedhim të mbështesim dhe të fuqizojmë njëra tjetrën, jemi të suksesshme. Dhe vetëm atëherë kur zgjedhim në 11 janar Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama, bëjmë historinë. Këtë detyrim ja kemi brezave. Faleminderit. Përshëndetje Roskoveci, përshëndetje nëna, gra, bia, të gjitha një zeri. Përshëndetje zoti kryeministër. Sot ju drejtohem si një bia juaj, do ndaj pak nga vetja ime, nga rruga ime me ju. Si sot, shumë 15 vite më parë, jam takuar me zotin kryeministër. Unë kam qenë një fëmijë që shkoja në përmbledhjet e Partisë Socialiste taso kohë pas nënësime. Dhe ime më duke justifikuar se pse më kish marrë me vete se isha ende e vogël, ndërkohë që zoti kryeministër më afroi dhe tha, hajde, tha, ne i pranojmë tha të gjithë të rinj tha në parti, sepse do na rriten dhe do na bashkohen pas. Dhe ja ku jam sot si një shembull i punës dhe përkushtimit në Partinë Socialiste. Unë vi nga deputeti që duam dhe qasja ime këtu është tamam modeli i meritokracisë në partinë politike të Partisë Socialiste, që kur punon dhe përkushtohesh fort dhe me pasion, arrin atje ku do të jesh. Faleminderit. Ndaj, kush më mirë se ne, gratë e Fierit, në këtë ditë historike, se nuk janë vetëm zgjedhje, po janë zgjedhje historike, kështu që çdo votë e jona, çdo kontribut për Partinë Socialiste, çdo votë e pesa, është votë për fëmijët tanë, për familjet tona, për Shqipërinë Europiane. Dhe ne këtë do ta dëshmojmë në 11 maj, jo thjesht me fitore, por me triumf. Përshëndetje të gjithave, i nderuar zoti kryeministër, të dashura nëna, motra, gra, vajza, që keni mbushur këtë shesh sot për të mbështetur Partinë Socialiste, për të mbështetur Edi Ramën, për të mbështetur gratë dhe vajzat të cilat janë pjesë e listës fituese të Partisë Socialiste. Ne jemi krenare
si qark që drejtohemi nga një grua. Roskoveci është krenar që drejtohet nga një grua. Të gjitha së bashku të votojmë për gratë që nesër të sjellin atë ndryshim. Ishte viti 2013 kur unë bashkova skuadrës fituese të Partisë Socialiste dhe kam parë vit pas viti që mbështetja që kryeministri Rama i ka dhënë grave tregon që vit pas viti ne përfaqësojmë jo vetëm në pushtetin vendor, por edhe në pushtetin qendror, por edhe drejtuese në biznese, të cilat vit pas viti janë rritur në numër. Në fakt, data 11 do të jetë një datë historike, një datë e cila do të vendosë një gur themeli për mbështetjen për Partinë Socialiste, për numrin 5 dhe të gjitha së bashku ne të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë Edi Ramën që ta ngjisi Shqipërinë në majën më të lartë që meriton. Ju dashuri, që sillni dashuri, votoni për fëmijët tuaj, votoni për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Të dashur sepse do bëj video. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje gratë të mrekullueshme të qarkut të Fierit. Është nder, përgjegjësi dhe krenari e madhe për ne gratë e Roskovecit të prisnim këtu në këtë shesh të mrekullueshëm, kaq të bukur dhe madhështor që Majlinda Bufi ka ndërtuar, të prisnim gjithë gratë e qarkut të Fierit. Ju gratë e mrekullueshme të qarkut të Fierit treguat sot se ju nuk jeni vetëm shtylla dhe forca e familjeve tuaja, po ju jeni shtylla dhe forca e Partisë Socialiste. Unë besova te Partia Socialiste, besova te kryeministri Edi Rama, besova te platforma që ai krijoi dhe ja ku jam sot këtu si kandidatja më e re femër dhe e gjithë listës si kandidatja në qarkun e Fierit. Prandaj edhe ju besoni tek Partia Socialiste, besoni tek Edi Rama, besoni tek ne, sepse jemi e vetmja forcë politike që mund ta çojmë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian dhe mund t'i japim fëmijëve tuaj pasaportën evropiane. Me këtë pamje të mrekullueshme, një shoku im tani s'dihet ç'a do jetë duke bërë. Kam shumë merak për atë, prandaj më falni 1 minutë që unë t'i bëj një video mesazh atij. Më raft pika gjuna, do jetë duke na pa nga televizori edhe s'dihet mund t'i bjerë fikët. Tani, gazo, ome ku je, po më shef nga televizori, ha? Po i shef to shoqet e mia këtu, shive sa jam mbledhur, shive gazo. Këto ta qajnë hallin ty gazo, po si më turpërove sot mo, ashtu, ha? Se që je një tip spioni e di tër dynjaja, po qaj kishet atë të Edit me Belindën? Apo se dije që kryeministre kishte eventin me fëmijët për 16 maj. Se në 11 maj mbaron filmi juaj gazo, po ne do të vazhdojmë punën, do presim tër Europën në Tiranë. Apo je pak xheloz për Edin, më rafsh të pika. S'ke faj, jo. Ik tani dhe mos na shikon nga televizori gazo, se do të bjerë të fikët nga vetmia që të ka kap. Po vete ke fajnë mo gazo, vetë, se je i përdredhur shumë, je balerin që vetëm tundesh mo gazo. Po si të rasin tek PD-ja, ha? Gazi se gjines, ha? Po mirë ta thonë, realitetin të thonë mo gazo, se vetëm mund ta qaj ty halli, se së do as kush, hiq mo, hiq gazo, hiq fare, as kush të hap të derën. Ika tani gazo, se kam këto takimin e mrekullueshëm me këto gratë e qarkut të Fierit. Pafshim gazo, në 11 maj këto gratë do të votojnë numri 5, do të votojnë Partinë Socialiste, do të votojnë për vete, do të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Pafshim gazo, pafshim. Shumë faleminderit të gjithave.
Dhe flasim për fuqizimin e gruas, flasim për barazin gjinore. Kur ka qenë gruaja më e fortë në Shqipëri se sot? Gratë janë në çdo vend, në çdo sektor, në krye të punëve, sepse këto fuqizim, zërin e tyre për t'u dëgjuar kudo, të gjithë këtë mundësia ka dhënë Edi Rama. Ftoi kryeministrin e shqiptarëve. Përshëndetje dhe shumë faleminderit. Shumë faleminderit për këtë pamje kaq të bukur në këtë shesh. Shumë faleminderit. Kur erdha çfarë dhe hym me makinë, po më thoshin shoferi bashkë me atë djalin që rri me mua, po më thoshin qa bëhet tu më shefo, shi qa bëhet sa ka ndryshu ky qytet. Edhe vërteta është që është vërtet një pasqyrë e jashtëzakonshme e një transformimi të pabesueshëm, sidomos kur ke parasysh se sa i braktisur, sa i rënuar, sa i zhytur në izolim edhe në dëshpërim ishte i gjithë ky qytet, ndërsa sot është kaq i bukur, kaq i buzëqeshur. Dhe realisht e kuptoj shumë mirë edhe arsyeën pse vlera e pronave këtu është rritur, edhe arsyeën pse kërkesat për të ndërtuar në këtë qytet janë rritur, sepse puna e bërë dhe gjithë kjo pasërti, ky kujdes që duket në çdo hap dhe në çdo anë që hedh syt, janë një arsye jo thjesht për të vlerësuar atë që është, por edhe për të parë të nesërmen me optimizëm, edhe për të besuar tek e ardhmja e këtij qyteti. Prandaj kjo është një provë tjetër, unë nuk kam si ta fsheh, edhe e di që me disa lloje burrash janë futur në një lloj konflikti këto kohë, po çfarë ti bëj unë tani që Roskoveci është burr, por kush e ka bërë Roskovecin kështu është grua. Se kur ishte burr në dorë të burrave, dini ju si ishte Roskoveci, cop cop. Tani unë kam sjell me vete një material që kam dëshirë ta ndaj me ju, jo thjesht me ju që jeni këtu, por me të gjithë ata që na ndjekin nga qarku i Fierit, dhe ata që na ndjekin nëpërmjet transmetimit, sepse realisht besoj shumë që këto janë ditët kur duhet t'u japim një mundësi të gjithë atyre që nuk janë të informuar, nuk janë të qartë dhe nuk janë të bindur se çfarë transformimi ka ndodhur në Shqipëri në këto 3 mandatet tona, aq më tepër kur shumë nga gjërat që ju dhe ata që na ndjekin do të shohin, nuk gjënden dhe nuk shihen dhe nuk thuhen askund. Natyrisht ju që jeni këtu, jeni pararoja e gjithë bashkësisë së grave të kryeqytetit socialistëve dhe ju nuk keni nevojë për punë bindse, sepse këtu në këtë shesh kaq të bashkuar dhe kaq energjike ju ka sjell bindja se kemi bërë shumë dhe se pikërisht se ka ende shumë për të bërë, ne duhet të vazhdojmë punën. Por ka plot të tjerë që nuk kanë mundësi ta shohin progresin e Shqipërisë në pasqyrat e televizorëve.
ku, si që keni parë, arrijet deri në marrëzin që teksa publikohen sondazhet që na japin fitus në të gjithë kanalet, sondazhet bërë nga lloj-lloj grupesh, që nga sondazhisti presidentit amerikan deri tek sondazhist të njohur në Europë, ata që i komentojnë fyen një popull të tërë, përqeshin një popull të tërë, duke e komentuar faktin se shumica e shqiptarëve mbështesin Partinë Socialiste, faktin se shumica e shqiptarëve mendojnë që Shqipëria është në drejtimin e dur, si një smundje. Duke thënë ky popull është i smur, ky popull është çmendur, ky popull është i trembur deri në palc, ky popull është i shitur, prandaj mendon kështu. Por fatmirësisht puna jon nuk është një punë që mbetet larg jetës njerëzve dhe çfarë do të shikoni këtu janë të gjitha fakte që njerëzit sipas kategorive, sipas vendeve i prekin dhe prandaj shumica dërmuese e shqiptarëve sot thonë në çdo anketim se mbështesin Partinë Socialiste. Këtu do t'ju jap shumë pak të dhëna për transformimin ekonomik të Shqipërisë. Sepse ju i dëgjoni kukumjaçkat e Kënetës kur thonë se gjërat kanë shkuar keq, se këtu është koha për shpëtim sepse nga të katër anët ka vetëm keq. Shikoni prodhimin e përgjithshëm kombëtar, vlerën që krijonte Shqipëria në totalin e vet në vitin 2013, më pak se 10 miliardë euro. Ndërsa vlera që ka krijuar Shqipëria në vitin 2024 është 25 miliardë euro. Dhe 35 miliardë euro është plani ynë për Shqipërinë 2030. Dhe ajo 35 miliardë euro nuk është një shifër e pikturuar atje, por është një objektiv i studiuar dhe i analizuar nga ekspertët tanë të ekonomisë dhe të financave. Vazhdojmë. Këtu kemi rajonin ton, sepse ne nuk jemi Gjermania dhe nuk jemi ngarë me Gjermaninë. Ju e kujtohet ishte dikush tjetër që thoshte jemi të dytët mbas Gjermanisë. Dikush tjetër që lavdi Zotit e popullit shqiptar që u largua nga zyra bashkë me atë lukunin e tij tamam në momentin e fundit përpara se Shqipëria të binte në një humner tjetër në vitin 2013. Ne jemi në një rajon që për një arsye është rajoni më pak i zhvilluar i Europës, në Ballkan. Dhe kur ne e morëm detyrën, ne ishim brima e fundit e kavallit. Ishim vagoni i fundit i Ballkanit. Shikoni sot, kjo është mesatarja e rritjes së prodhimit përgjithshëm në rajon. Kjo është rritja e prodhimit përgjithshëm në Shqipëri. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym. Sigurisht që ka nevojë për më shumë. Sigurisht që pikërisht se ka nevojë për më shumë, jemi këtu dhe themi duhet të vazhdojmë dhe prandaj na duhet mandati 4. Por ama, kur ne morëm detyrën, të ardhurat për frym ishin 3.300 euro. Sot të ardhurat për frym janë 10.300 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 do t'jenë 15.000 euro. Vazhdojmë. Ky është borxhi. Borxhi që kur morëm detyrën, kaq ishte 70% ishte zyrtarisht. Por borxhi jo zyrtar ishte shumë më i lartë, sepse ekonomia kishte ndalur, kompanitë kishin ndalur, punët publike kishin ndalur, rrugët kishin mbetur rrugëve, shërbimet për spitalet, për shkollat kishin ndalur, shkollat nuk kishin më shkumsa, spitalet nuk kishin më ilaçe, sepse
nuk kishte më lek për të paguar kompanit. Dhe ne trashëguam më shumë se 700 milion euro borç, të cilat i shlyem një nga një. Dhe jo vetëm sot nuk kemi më borç ndaj asnjë kompanie, por e kemi ulur borxhin publik të Shqipërisë në 54%. Vazhdojmë. Kjo ishte situata e bankave kur ne morëm detyrën. 25% kredit këqija është drita e kuqe e alarmit për stabilitetin financiar të vendit dhe për rrezikun e rënies bankave. Prandaj të gjithë duhet ta dinë se piramidat e Sudes dhe të Xhaferit ishin një eveniment që mund të ishte përsëritur në një formë tjetër nëse në 2013 me votë shqiptarët nuk do kishin vendosur që t'i jepnin Shqipërisë një drejtim tjetër duke na dhënë neve besimin. Ja ku janë kreditet këqija sot. Vazhdojmë. Këtu jemi tek inflacioni. Rritja e çmimeve është një problem në të gjithë Europën, në të gjithë botën sot. Patjetër që është edhe në Shqipëri një çështje me cilën ne do të merremi shumë seriozisht. Por ama nëse shohim rritjen e çmimeve në të gjithë rajonin, ne kemi arritur ta mbajmë inflacionin më në kontroll se të gjithë të tjerët. Dhe jemi i vetmi vend, se duhet ta dini dhe këtë, një nga arsyet e rritjes së çmimeve është energjia. Është rritja e çmimit të energjisë. Është kalimi i barrës së tregut mbi konsumatorët. Në Shqipëri, jo vetëm që nuk është rritur, por është i vetmi vend në rajon që e ka ulur çmimin e energjisë. Dhe nuk e ka ulur pak, e ka ulur 10.5%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për të rënë në varfëri. Shikoni se ku ishim. Shikoni se ku jemi dhe shikoni se si jemi sot në raport me disa vende të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Pra, jo vetëm që shqiptarët sot nuk janë më të varfër, por rreziku i rënies në varfëri është më i ulët se ç'ishte. Vazhdojmë. Kjo është pabarazia në të ardhura. Shikoni se çfarë diferencë kishte në 2017-ën, se kemi dashur të jemi shumë korrekt në informimin e njerëzve dhe të mos bëjmë asnjë lloj propagande me këto fakte, dhe shikoni 2023-shin dhe shikoni këtu se mesatarja e vendet BE-s është 4.7 dhe Shqipëria është vetëm 4.9, ndërkohë që vendet të tjera e kanë ende më të lartë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek puna. Shikoni papunësinë. Për herë të parë në historinë e transformimit demokratik të Shqipërisë, papunësia ka zbritur në një shifër, 8.8%. Ndërkohë që kur ne morëm detyrën ishte 17.5%. Dhe këtu dua të theksoj diçka. Shumë kush, duke folur kot, thot, ju ka rënë juve përqindja e papunësisë sepse kanë ikur njerëzit. Kjo nuk ka lidhje fare. Kjo nuk ka lidhje fare. Përqindja e papunësisë është përqindje mbi forcat e punës. Pra nuk numërohet gjithë populli, numërohen vetëm forcat e punës. Vazhdojmë. Këtu jemi të punësuarit, ju i dëgjoni ata që bëjnë ironi në për ato moçalet e mbrëmjeve televizive, që mirë ky popull kur hap televizorin në darkë dhe kërkon të informohet apo kërkon të kuptojë se çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri dhe detyrohet të kaloj darkën me helmin që i hyn drejt e në tavolinën e bukës. Mirë ky popull për ata. Ndërkohë që në këto përqeshje është dhe përqeshja Edi Rama tha 300.000 vende pune, 300.000 të punësuar tjerë, ku janë, jo vetëm që s'ka
Ky ishte numri I të punësuarve, dhe unë flas për numrin e të punësuarve të regjistruar në librin e shtetit, në regjistrin e taksave dhe tatimeve. 1.023.000 punësuar kishte kur ne morëm detyrën. Sot, në fund vitit 2024, 1.327.000 punësuar. Tani sa është diferenca mes këtyre dyave? Se këtu kemi përballë ata që kanë probleme me 7x7-ën. Luli 7x7-42, tani doli dhe bufi 7x7 6 milion. 7x7 6 milion. Vazhdojmë. Këtu jemi te përqindja e të punësuarve me pagë 940.000 lekë. Shikoni se si në vitin 2014 60% e shqiptarëve merrnin më pak se 40.000 lekë. Sot vetëm 14% e shqiptarëve marrin më pak se 40.000 lekë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave. Kjo është paga minimale. Ishte 157 euro, sot është 400 euro, në janar të vitit të ardhshëm do të jetë 500 euro dhe synimi ynë, objektivi është që në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare, pra paga në sektori publik, paga në sektorin privat. 322 euro ishte, dhe këtu kryesisht e ndikonte sektori publik. Sot është 828 euro me të dhënat e fundit. Paga mesatare, 2.6 herë më e lartë. Vazhdojmë. Këtu jemi në sektorin publik, pra flasim për gjithë ata që I shërbejnë shtetit si mësues, si mjek, si infermier, si punonjës policie, si ushtarak, si punonjës administrate. 372 euro e kishin, 1.000 euro e kanë sot, dhe 1.200 euro do tjetë në Shqipërinë 2030. Mesatarja. Vazhdojmë. Ky është pensioni minimal, dhe në Shqipërinë 2030 ne nuk do të kemi pension minimal nën 200 euro, dhe pensionin mesatar për gjithë ata që janë të siguruar do ta kemi 400 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksat. Shikoni se çfarë ka ndodhur me taksat. Sepse një tjetër përqeshje, një tjetër shpifje që është përsëritur pafundësisht, është që ne kemi rritur taksat. Në fakt, në Shqipëri është regjimi I taksave më të ulta për 93% të popullsisë. Shikoni këtu, 93% e gjithë atyre që janë punësuar paguajnë më pak se 10%. Kur ne morëm detyrën, të gjithë paguanin 10%. Dhe 57% e të punësuarve nuk paguajnë asnjë taks. Vazhdojmë. Kjo shifër, këtë e kam shumë për zemër se këtu janë gratë. Ky është hendeku gjinor, pabarazia mes burrave dhe grave, e matur nga Organizata e Kombeve Bashkuara për çdo vend. Kur ne morëm detyrën ishim në vendin e 83. Sot jemi në vendin e 23 në botë. Shkalla e papunësisë për gratë. Shikojeni sa ishte, ka rënë edhe ajo në një shifrore, 9.6%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pjesëmarrja e grave në forcën e punës. Vetëm gjysma e grave
merrnin pjesë në forcën e punës Shqipërisë kur ne morëm detyrën. Sot kanë arritur në thuajse 70%. Paga mesatare e grave. Shikoni sa ishte 300 euro, është 820 euro sot. Vazhdojmë. Këtu jemi tek investimet e huaja. Dhe këtu përsëri kemi bërë një krahasim me rajonin ton. Ky është rajoni, kjo është Shqipëria. Vazhdojmë. Këtu jemi tek eksportet. Pra tek çfarë vendi eksporton, prodhon, eksporton. Dhe natyrisht tek eksportet duhet pasur parasysh që hyn edhe turizmi, që konsiderohet eksport. Shikoni eksportet në vitin 2013, shikoni eksportet në vitin 2024. Nuk ka nevojë për koment. 3 herë më të larta. Vazhdojmë. Këtu jemi tek biznesi i vogël. Ja ku ishte biznesi i vogël në kohën e Kënetës. Ja ku është sot dhe do të jetë deri në 2029. 0 taks dhe 0 të VSH deri në 100.000 euro xhiro, 0 taks me të VSH deri në 140.000 euro xhiro. Shikoni tani se çfarë ka ndodhur me këto ulje taksash. Këto 66 milion euro i merr te shteti duke bërë uljen e taksës në 0 dhe të TVSH në 0, këto 66.5 milion euro janë shpërndar çdo vit për 98.000 biznese. Që do të thotë në 10 vjet janë 660 milion euro që nuk i ka marrë shteti, po ja u ka lënë atyre që krijojnë punë, vetë punësohen dhe punësojnë tjerët. Vazhdojmë. Këtu jemi për bizneset deri në 140.000 euro, të cilat paguajnë TVSH. Gjithsesi, edhe për to 58 milion euro në vit nuk i ka marrë shteti, ja u ka lënë atyre, që janë 580 milion euro të tjera në 10 vjet. Dhe që së bashku bën afërsisht 1.2 miliard euro që në 10 vjet shteti nuk i ka marrë në arkën e vet, po i ka lënë në arkën e familjeve të gjithë atyre që kanë bizneset vogla. Vazhdojmë. Këtu jemi tek shëndetësia. 250 milion euro në total kishte shëndetësia kur ne morëm detyrën, 760 milion euro ka sot. Dhe bashkë me buxhetin për mbrojtjen sociale, qeveria vën dispozicion të shëndetësisë dhe të njerëzve në mbrojtje sociale plot 1 miliard euro në vit. Vazhdojmë. Shikoni pagat e mjekëve. Këto ishin pagat e mjekëve kur ne morëm detyrën, 490 euro, 1.670 mesatarja flas, se ka dhe më lart, janë sot 2.000 euro do të jetë mesatarja për mjekët në Shqipëri në 2030. Këto janë të gjitha të dhëna nga programet tona për njerëzit nevojë, për fëmijët me nevojat veçanta, të cilëve fëmijët me nevojat veçanta ose me aftësi speciale siç quhen, të cilëve duke filluar nga viti i ardhshëm do t'ju difishojmë mbështetjen për të gjitha nënat e tyre. Këto janë për personat me nevojat veçanta që kanë marrë përfitim 25% pagës mujore dhe paketën higjieno-sanitare, mbase ju mbahet mend që vinin te parlamenti edhe protestonin, ne ulëm me ta, diskutuam me ta dhe vëmë dispozicion një paket siç ata e kërkonin. Po ashtu për programet e punësimit dhe të aftësimit, vazhdojmë.
Janë 32 shërbime për personat me nevojat veçanta, janë 19 shërbime për të moshuarit, janë 24 shërbime për fëmijët, shërbime për viktimat e dhunës, shërbime për grupet nevojë, dhe pastaj aty janë gjithë numrat konkret të përfituesve. Vazhdojmë. Ky është buxheti i ndihmës ekonomike që është i trefishuar. Ne e dim shumë mirë që nuk mjafton, por ama është i trefishuar. Vazhdojmë. Sot kemi shërbime sociale në 100% bashkive. Bashkit nuk kishin shërbime sociale. Dhe këtë Majlida e di shumë mirë gjithë kryetarët e bashkive. Vazhdojmë. Për të gjitha nënat e papuna me 3 ose më shumë fëmijë, ne kemi marrë përsipër si qeveri të paguajmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në mënyrë që për shkak se ato nëna nuk shkojnë në punë se duhet merren me fëmijët, të mos mbeten pa pension. Vazhdojmë. 227 bebe kanë marrë çekun e bebes, i cili është 400, 800 dhe 1200 euro si pas fëmijës parë, 2 dhe 3, dhe të cilin ne do ta ndryshojmë në mandatin e ardhshëm, duke i mbështetur bebet jo më vetëm me një çek kur sapo lindin, por me një shumë muaj për muaj që do të ndahet sipas viteve, bazuar në faktin fëmijë e parë, fëmijë 2 dhe fëmijë 3 ose më shumë. Vazhdojmë. 450 shkolla të reja kemi ndërtuar dhe sot as nuk ka krahasim mes shkollave që gjetëm dhe shkollave ku mësojnë fëmijët tanë. Edhe 200 shkolla të reja të tjera në mandatin e 4 dhe do të kemi përmbyllur të gjithë infrastrukturën shkollore në Shqipëri. Vazhdojmë. Pagat e mësuesve 420 euro i gjetëm, 950 euro janë sot, mesatarisht, 1250 do të bëhen në Shqipëri në 2030. Vazhdojmë. Dhe këto janë shërbimet e ofruara nga platforma i Albania, e solla këtu në vëmendje, sepse ne ju dham fund të gjithë torturave dhe zvarritjeve nëpër sportele, ne ju dham mundësi të gjithë shqiptarëve të marrin shërbime drejt për drejt nga telefoni ose nga kompjuteri, u dha mundësi dhe shqiptarëve që janë jashtë që të marrin shërbime papritur që të vinë në Shqipëri dhe të rinë në radhë. Kemi vënë re problemin që kanë disa në moshë më të thyer për të aksesuar këto shërbime dhe hapjen e disa zyrave që me demek i asistojnë por ju marrin lek, dhe prandaj shërbimet e Albanias për gjithë ata që kanë nevojë për asistencë do t'i bëjmë në të gjitha bashkitë dhe në çdo njësi bashkiake. Ndërkohë që siç e keni vënë re, Bufi i Kënetës është zotuar që në 12 maj do bëj 2 gjëra. E para do shkri Spakun, e dyta do shkri i Albania dhe do kthej sportelet dhe radhat. Natyrisht që nuk do bëj dot asnjërin as tjetrën, po sa për të krijuar një ide të gjithë ata që akoma nuk e kanë ndarë mendjen se çfarë duhet bëjnë. Vazhdojmë tani shumë përmbledhtas për qarkun e Fierit. Në qarkun e Fierit, në infrastrukturën rrugore të qarkut, kemi realizuar 373 projekte në një dekadë dhe me një vlerë më shumë se qerek miliard euro. Dhe këto janë të gjitha rrugët me asfalt ose rrugët e bardha që përshkojnë qarkun e Fierit. Dhe për të gjitha ata që nuk kanë ku i shohin dhe unë nuk u vë faj, se shohin në moçalet mediatike një rrugë me gropa këtu, një me gropa atje, edhe mendojnë se në Shqipëri nuk ka rrugë për të shkuar në fshat, 95%
e rrugëve rurale në qarkun e Fierit janë të investuara ose me asfalt ose rrugë të bardha dhe janë të aksesueshme sot që flasim. Dhe mjafton për këtë të shikosh Bashkinë e Roskovecit se çfarë transformimi ka, jo vetëm këtu, por edhe në ato që ishin dikur ish komunat. Vazhdojmë. Këto janë projektet e rigjenerimit urban, siç është për shembull ky projekti ku jemi këtu, është pjesë e tyre dhe janë 42 milion euro që janë dhënë bashkive për të bërë këto transformime që i kanë dhënë një energji të re, pozitive, jetës së komuniteteve që deri dje nuk dilnin dot se s'kishte një shesh, s'kishte një rrugë këmbësorësh, s'kishte një vend ku të uleshin, s'kishte një vend ku të shijonin qytetin e tyre. Këtu jemi te turizmi, 25 projekte me vlerë 3.3 milion euro, janë të gjitha, flasim për investime publike, nuk flasim për çfarë kanë bërë privatët, që të jemi të qartë. Këtu jemi tek një temë tjetër, ujësjellës kanalizime. 82 milion euro dhe 89 projekte ujësjellës dhe kanalizimes janë bërë në qarkun e Fierit. Vazhdojmë. Energjia që ka qenë një tjetër problem i madh, shumë, kur ne morëm detyrën, se sot është harruar që në Tiranë, në zëmër Tiranës, në darkë, po të dilje për shëtitje, duhet flisje me zë të lartë me atë që kishe në krah, sepse nuk të linde zhurma gjeneratorëve. 85 milion euro janë investuar vetëm në qarkun e Fierit për infrastrukturën e energjisë. 97 projekte. Në bujqësi, 110 projekte me një vlerë 129 milion euro. Mbështetje nga qeveria shqiptare. Vazhdojmë. Arsimi dhe sporti, projektet e shkollave dhe projektet e palestrave dhe tereneve sportive, 106 projekte, 37 milion euro. Dhe kultura në fund me 2.1 milion euro. Tani, e gjithë kjo panoram përmbyllet, kjo është shëndetësia, 20 milion euro për 69 projekte. Ju i keni parë se si janë transformuar qendrat shëndetësore, përveç se sot Fieri ka një super spital, spitalin rajonal, memorialin, ashtu si Këndër ka edhe ndryshime të rëndësishme në spitalet që ishin më parë. Dhe ja ku është shuma totale e kontributit ton në këto 3 mandate për Fierin. 686 milion euro, më shumë se gjysmë miliardi euro. Dhe po të shikosh se çfarë është bërë për qarkun e Fierit në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku, është shumë më pak se që kemi bërë ne në këtë dekadë së bashku. Nuk dua t'ju lodh më shumë, as t'ju mbaj më shumë këtu, se fjalimet e mia ju i dëgjoni, i keni çdo ditë. Kujdes kur hapni frigoriferin, se mund t'ju dalë dhe në frigorifer deri në 11 maj. Do t'ju lutesha shumë që deri në 11 maj të bëni çdo përpjekje, Faleminderit. Do t'ju lutesha shumë që deri në 11 maj të bëni çdo përpjekje me të gjitha shoqet tuaja, me të gjitha fqinjet tuaja, me të gjitha krushkat tuaja, me të gjitha të njohurat tuaja, me të gjitha koleget tuaja në punë, që gratë dhe vajzat shqiptare në radhë të parë ta marrin të tërin në dorë fatin evropian të Shqipërisë dhe duke marrë në dorë fatin evropian të Shqipërisë të marrin për dorë edhe të gjithë burrat dhe djemt dhe një shumicë më e madhe se asnjëherë tjetër të vendosi që Shqipëria 2030 të jetë antare e Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha ju, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, të gjithë fëmijët tuaj të marrin pasaportën europiane
dhe të jenë qytetarët e parë të këtij vendi kaq të vjetër në mes të Europës me dinjitetin dhe statusin e barabartë të qytetarit europian mes europianësh. Shumë faleminderit gjithave, ju dua shumë dhe forca përpara. Edhe një herë shumë respekt dhe komplimente për kryetaren e bashkisë tuaj. Një shtrigë e cila i është dashur kaq shumë këtij qyteti, sa që mjafton të shohësh rreth rrotullit dhe e kupton që vetëm një shtrigë mund ta bënte këtë qytet. Se nuk e rria dot pa e thënë këtë. Shumë faleminderit.